Ju lutem uluni. Miratimi i proces verbalit të seancës plenare do shpërblehet me ditë të bardha. Qytetarët në qytet apo në fshat kërkojnë siguri dhe standarde gjithnjë më të mira, shërbime për 59 vendime, u zhvilluan 2 interpelanca dhe 2 mocione me debat, mbikëqyrje me fort, me dobishme, më pak fort. Koleg deputet, uluni. Uluni të bashkënderuar koleg deputet. Votoni. Pra gjithë tema e debatit që ka dashur opozita ti imponoj shumicës qeverise, shumicës parlamentare, ka qenë që të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për heqjen e mandatit të zonjës Ballukut, numri 2 të qeverisë. Kreshnik, kjo procedurë që po bëhet tani në parlament, do në që kërkesa mund të ketë mbi 1 muaj që është paraqitur, është një procedurë teknike normale, apo jemi në rastin do në që kjo shumicë qeverise është duke e blokuar, duke e penguar institucionin e akuzës? Procedura nuk është normale, është jashtë normales, por edhe rasti është sui generis. Pra nuk kemi të bëjmë me një rast i cili ka ndodhur më parë. Tani do thoni ju pse nuk ka ndodhur më parë. Sepse nuk ka ndodhur më parë që të ketë pas një kërkesë për pezullimin e një ministri apo zëvendës kryeministri nga detyra me vendim gjykate dhe çështja të jetë në gjykatë kushtetuese. Dhe që kjo të përdoret si një argument që për sa kohë çështja është në shërtim gjyqësor, atëherë ne e zhvendosim shërtimin administrativ, shërtimin parlamentar. Dhe këtë nuk e them as pak për justifikim. Unë jam nga ata që kam thënë që duhet të bëhej me zgjidhje politike. Mendoj që çështja nuk do shkonte në mas arresti me burg. Jam nga ata që i mbetem i mendimit që arresti me burg është gjithmonë një mas ekstreme, e cila sidomos është ekstreme kur flasim për njerëz të moshuar si Berisha, për gra si Monika Kryemavi, Belinda Balluku, pra për gjënim femër, dhe mendoj që duhet ketë masa të tjera. Sigurisht që kjo erdhi si pasojë një përplasje pushtetesh, mes pushtetit gjyqësor dhe pushtetit ekzekutiv. Që do të thotë për sa kohë pushteti ekzekutiv nuk pranoi një masë më të lehtë ndaluese, pushteti gjyqësor kaloi në një masë më represive, duke thënë ju nuk ju pëlqen kjo pezullimi nga detyra, atëherë po kalojmë në një masë arresti me burg. Dhe çfarëdo që mund thonë ata që janë pro apo kundër, një gjë nuk mund të thonë. Që kjo është një çështje e paprecedent. Pra deri më sot nuk kemi pasur një praktikë të tillë. Çfarë do ndodh? Në bindjen time, kuvendi do të argëzojë kërkesën. Dhe nuk e kuptoj arsyen, domethënë, nuk e kuptoj. Unë e kuptoj, po ata po e bëjnë. Pra asnjë lloj mase nuk do pranoj, të lejoj. Nuk do e pranojnë sepse presin fitoren në gjykatë kushtetuese dhe mbi fitoren e çështjes gjyqësore në gjykatë kushtetuese do arsyetojnë vendimin e komisionit parlamentar për të lexuar kemi 2 data, në 22 kemi gjykatën kushtetuese dhe në 28 kur është caktuar seanca parlamentare ose më saktë komisioni për zonjën Balluku. Pra, se dikush mund thotë e di Kreshniku. Kreshniku e di si pasojë kronologjisë së ngjarjeve. Pra, fakti që e shtyn për shkak se presin përfundimin gjyqësor dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, më bind profesionalisht që parlamenti, komisioni i mandateve do arsyetoj vendimin, referuar vendimin gjykatës. Edhe kushtetuesja do ta ecë poshtë SPAK-ut. Ata mendojnë që do e fitojnë për çështjen këtë. Do se vajte nga 24 e 28. Nga 22. Nga 22 e 28 ai bie që kushtetuesja është e sigurt që ecë poshtë. Nuk e di unë është e sigurt. Ata presin që të kenë fitoren. Mund ndodhi e kundërta apo polish. Po. Përjashtohet si... Ama si jurist,
Një pyetje, po unë e di, se i kemi të gjithë. Po, Poli. A janë të njëjtat, a kanë lidhje këto të dyja, ajo seanca në kushtetuese për masën e parë që ishte... Jo, nuk kanë lidhje. Aja, unë e di se janë dy vija paralele që s'bashkojnë, apo politikisht e një Rama i bashkojnë. Unë them si jurist, jo, nuk kanë. Po, pra. Jo, këtu ka i problem nëse mund të vazhdoj pak. Pjesa e parlamentit, dhe para kemi një parlament i cili ka cedu ndër vite dhe vazhdon, sidomos kohët e fundit, është në nivelet, mendoj, më të këqija historike për demokracinë dhe për legislativin dhe për debatin parlamentar. Shohim skena gjithmonë më të turpshme, pa diskutim, pa debat, thjesht me disa kartona që ngrihen, si robot nga deputetet e kuvendit dhe nuk i jepet mundësia që të bëhet një debat i mirëfill parlamentar dhe me opozitën, pavarësisht kush opozita është. Kjo është një problem i madh. Tjetra, në moment që kemi një kërkesë dhe gjithë klasa politike e ka thënë me forcë, sidomos kryeministri Rama, që nuk mbështet njerëz të korruptuar ose që kanë akuza fillimisht nga prokuroria e posaçme, të cilën ai thotë që e ka krijuar vetë, tashmë del në mbrojtje hapur të një ministri të saj, të tij ose të zënës kryeministres, e cila akuzohet për vlerat të mëdha paraje. Dhe këtu standardi i drejtësisë, duke parë Shqipërinë, që në Shqipëri janë dënuar njerëz ose janë arrestuar njerëz më saktë për vlera qesharake, për çështje qesharake, energjie, ndërtim paleje etj., arrim që parlamenti ose një pjesë e madhe e parlamentit, shumica parlamentare, të mbrojë një politikan të saj thjesht vetëm për faktin se ka fuqinë dhe ka mundësinë ta mbrojë. Dhe këtu dalim dhe të ato lidhjet që diskutuam të ambasadës amerikane pse flet kundër qeverisë shqiptare. Rast tjetër që ta vazhdoj. Ti e njeh aty brenda në parlament. Janë brenda afateve me këtë datën 28 të shtyrit, janë brenda afateve të se unë se janë brenda ata me afatet. Është tjetër politika. Ata mund ta mbajnë dhe në heshtje, mos përgjigjen fare dhe çështja të rrëzohet. Kërkesa të rrëzohet. Pra parlamenti me rregullorin e rregull, domethënë socialist. Po. Jo, ata kërkesa është emergjente. Sipas të rregullores duhet ta shqyrtonin për 5 ditë dhe duhet merrni një vendim, mund ta shtynin për çështje kohe që dikush ka kërkuar dhe është marrë koha, po jo kohë një muaj e ca. Edhe fakti që... Si e thot rregullori? Ai nuk të thret fare për 3 muaj, po doj. Ai ka brenda 3 muaj. Është brenda 3 muaj. Po ja, pra se ka dhe politikisht. Politikisht është tjetër gjë që duhet bërë. Jo, ka dhe praktik. Shiko, rregulloria dhe ligji janë, rregulloria është dhe praktik. Pra ka ligj të shkruar. Ka dhe praktik që në raste të tilla, kërkesat e dërguara nga prokuroria për heqje mandati, për heqje imuniteti më saktë, janë trajtuar në mënyrë urgjente, njësoj si kërkesat që trajtohen në gjykat, kur shkojnë për kërkesa për masë sigurimi. Dhe faktikisht, de facto, parlamenti këtë bën, merë në shqyrtim nëse duhet të lejoj prokurorinë e posaçme që të vazhdoj me kërkesën e saj në gjykat për arrestin shtëpi ose arrestin burg. Dhe unë mendoj që është në shkeljet rregullore, sepse pavarësisht se mund ta mbaj në heshtje dhe mund mos ta trajtoj fare për 3 muaj dhe më pas të konsiderohet si e rrëzuar kërkesa e prokurorisë posaçme, në momentin që ti ke vendosur një precedent, duke e trajtuar kërkesat me shpejtësi, duhet i kishe trajtuar dhe jo të presësh vendim gjykate kushtetuese apo të presësh çfarëdo lloj gjëje tjetër, sepse e para të dyja çështjet nuk lidhen, ajo që diskutuam janë çështje komplet ndryshme. Pse nuk lidhen? Akuzat janë të ndryshme. Sepse çfarë do të shqyrtoj një herë, ta rikujtojmë për publikun. Çfarë do shqyrtoj kushtetuesja në 22? Kushtetuesja ka kërkesën e Këshillit Ministrave, i cili thotë që me kërkesën e SPAK për pezullimin e zëvendës kryeministres, me caktimin, me vendimin e gjykatës, caktimin e masigurimit. Për shkak të një kërkese të gjykatës që ka vendosur me masigurimit pezullimin e zëvendës kryeministres, ka ndërhyrje në midis 2 pushteteve, ka përplasje midis 2 pushteteve, ekzekutivi dhe pushteti gjyqësor. Dhe thotë që... Pra, pyetja më thjeshtë është, ka të drejtë një prokuror të marrë një vendim gjykate të pezulloj një ministër. Një gjykat, ka të drejtë gjykata të pezulloj një antar të kabinet me kërkesë të prokurorisë, isha duke thënë. Pa tjetër, se gjykata vetë nuk vijë lëvizje, nga prokuroria vijë lëvizje. Dhe kjo është që do shqyrtoj gjykata kushtetuese në datë 22. Dhe nëse ka përplasje midis 2 pushteteve, pra ka ndërhyrje të pushteti gjyqësor te pushteti ekzekutiv. Ndërsa kërkesa e prokurorisë posaçme, si në raste të tjera, rasti zotit Amete,
rasti zotit Tahiri, Zoti Berisha që është miratuar në kohë urgjent, janë kërkesat të unë mendoj që është dhe të një çështje që lidhet me hetimet e vazhdueshme që bëri Spaku për rastin e zonës Balluku dhe me akuzat e reja. Pyet pse kërkonte Spaku ishte alarmante, se thoshte po intimidon dëshmitarët, po prish provat. Dhe kishte zhvillime të reja me hetim. Kishte zhvillime të reja. Ushtuan akuzat, fakti që e kërkon me urgjencë tregonte që ishte domosdoshme. Ajo i ka ndarë. I ke ndarë. Merri më vete. Tani, kuvendi në bazë ligjit mund ta mbaj dhe në bazë rregullorit mund ta mbaj edhe 3 muaj. Edhe mos marrë asnjë vendim brenda 3 muajve. Ama ka caktuar data, ka caktuar. Jo, data 28, e kuptoj. Ama ka një përcaktim ajo rregulloria që thotë në rast se antarët e opozitës kërkojnë mbledhje brenda 48 orëve, kryetari i parlamentit duhet të bëjë mbledhje. Shkelja. Dhe ai me kërkesat e vazhdueshme të opozitës nuk e ka zbatuar këtë parashikim të rregullores. Në këtë moment, kjo quhet vepër penale shpërdorimit e detyrës. Dhe opozita ka për kallëzim penal për Nikol Pelleshi. Mbledhje kanë bërë ata, më duket. Të parën fare. Po vetëm mbledhjen e parë. Po ka thirrë opozita, ka thirrë disa mbledhje, që ky zotëria nuk ka bërë mbledhje. Kjo është shkelje shpërdorim detyre dhe ka shkelur me vedije rregulloren e parlamentit. Kjo duhet thënë, ama që mund të përgjigjet brenda 3 muajve, e thot rregulloria, thot ligji, e dita me radhë. Është diskutim tjetër. Fakti është, sot unë këtë sherrin nuk kuptova sot me qenë sinqert. Opozita e ka një datë, data 28. Opozita sot ka të gjithë drejtë morale dhe politike për të dalë aty në foltorët parlamentit, për të bërë mazhorancën, për të bërë mazhorancën leck. Leck. S'doni të flisin. Për t'i thënë qytetarëve shqiptarë që ky burri gënjen ju ka gënjur ju 8 vjet, sepse një njeri që thot bëra unë drejtësinë, i përgjigjet dhe i del për zot drejtësi dhe nxjerr ata që kërkon drejtësi, i nxjerr përpara dyerve të gjykatës. Nuk i mban si pengje aty. Ai e mban peng zëvendës kryeministrin aty. Ai me vullnetin e tij, kryeministri i vendit, mban peng zëvendës kryeministrit. Përse mos jetë kundërta që ajo e mban peng atë? Ajo pastaj ka rënë shteti, ajo është alarmante pastaj. Qofse një mban peng kryeministrin e vendit. Për atë punë se ashtu është, po më kupton, po unë thot edhe një herë. Ja bitu. Edhe një herë. Unë do të them si funksionon shteti shqiptar. Po jemi jo thjesht po e laton fjalin, po mos u bëj edhe një herë. Unë po të them. Ai ka dalë dhe i ka thënë qytetarëve shqiptar që Spakun dhe GKK-on e mbaj unë, se po tjetë për këta këta e shkrin, apo jo? Po. E ka thënë këta. Po, fiks ma, e ka bërë ai atë. Po, pra, e kam bërë unë, thëtë e mbaj unë, se mbani mend ju në janar shkurt të 2025, ta erdhi Trumpi, tha i vuri kyçin Spaku. Po, ja, e mylli ta. ka bërë Amerikanët. Për Trumpi ta ikën ushtarët. Ikën ta. Vetëm unë jam. Amerikan nga Spaku, tha. Tekstualisht. Edhe unë jam tha që e mbaj. Edhe dolën gjithë atëre, iku, mbyll, se Trumpi mbylli USAID-in, mbylli këtë dhe mbyll dhe Spaku. Se dolën gjithë, u bë festë kombëtare këtu. Problemi është që opozita, këtë du t'i dali dhe t'i thot qytetarëve që ky zotëria është armiku me egri Spaku. Edhe kjo është me veprime. Ai është i vetmi person, është i vetmi kryeministër, është i vetmi politikan që me vullnetin e tij të hekur ka ngritur një komision parlamentar për të goditur Spakun. Ai ka ngritur komision parlamentar, zotëri. Komisioni Xhafaj. Për ta goditur. Ai po bën ndryshime në kodin penal për të hequr kompetencat Spakut, jo për të hequr bazë materiale. Çfarë ndryshimesh? Si? Çfarë ndryshimesh? Përdorimin e detyrës. Do të heqë disa vepra me korrupsion. Si kjo është përdorim detyrës, zonë? Mos flasim shumë në mënyrë telegrafike. Është vepër penale, o zotëri. Se do hiqet vepër penale që është përdorim detyre dhe parashikohet në kodin penal. Ja hiqet Spakut, se s'është shumë e rëndë gjoja. E kupton, po në tani do hiqet, nuk do jetë më vepër penale. Nuk është më vepër penale, është përdorimi i detyrës. Administrative. Është administrative, mund të marrësh një job, domethënë. Mas nga titullari, ke bë gabim. Po. Domethënë ka dhe juristë që mbështesin këtë, se kjo është filozofia e drejtës, është diskutim tjetër. Po nuk i takon ti kjo punë. Nuk i takon këtij kjo punë. Prandaj po të them që kryeministri me mazhorancën sot janë armiqt më të përbetuar të Spakut. Fakti është që kjo strukturë, përveç se ka mbështetjen maksimale të qytetarëve shqiptar, që është 75% nga sondazhi më i fundit, po unë mendoj që mund të jetë edhe më i lartë, ka dhe mbështetje të jashtëzakonshme nga partnerët tanë më të rëndësishëm, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata mentori që
e trajnon, e mëson, e orienton se si duhet veproj një strukturë ligjzbatuse, dhe Bashkimi Evropian është ajo që e mban politikisht të angazhuar dhe në presion mazhorancën që mos ta preki kurse si Spaku në GKK-n. Edhe ka bërë të qartë në disa raste thotë që Spaku, GKK është vije kuqe. Janë të qartë Bashkimi Evropian. Edi Rama, në raste kjo strukturë, gjykata edhe Spaku, nuk do kishin mbështetjen e qytetarëve shqiptarë në këtë mas të jesh i bindur, zoti Babaramo, që do ta shkrinte në ditën e parë të mundshme. Do t'i hanin për mëngjes. Në ditën e parë të mundshme do ta shkrinin. Fakti që ka mbështetjen e qytetarëve shqiptarë, ai e di. Vetëm frikë që ka Edi Rama janë qytetarë shqiptarë. Jo protestat që organizon PD-ja. Je sigur për këtë? Jo. Ai dritet çdo mëngjes nga qytetarë që i shkruajnë dhe shajnë me libra shtëpie. Jam Po lehen tani që ke këto bose. Po, si të hyrin vrim miut për protestën për armët kimike që organizu, edhe si që lutë studentëve dhe hajde flasim, po flet për 12 vitën parë. Po, mi dakord, 12 vitën para. 12 vitën parë po flet. Ai vetëm një frika. Protestat të cilat mund të organizohen në mënyrë të paorganizuar, që do të thotë, që nuk i thret PD-ja, nuk i thret Shqipëria këto, vetëm nga to ka frikaj. Kur qytetarët dalin dhe protestojnë për një kaos që mendojnë të vetëm. Ku ndodh kjo, Mosef? Ku ndodh kjo? O zotri, ndodhi, se kam qenë prezent, e them gjithmonë, kam qenë prezent vet aty. Ndodhi ngjarja fatkeqe që u vra ai riu Kletin Rasha. U fut qeveria në vrim miut. E ka shkarkuar ministrin brenda ditës. Vetëm nga 500 edhe 1000 të rinj që e bën qeverinë të futën në vrim miut. Ajo ishte protestë qytetare dhe zemrim i pastër qytetar. Po protestat që bënte PD-ja në 2019 që kanë qenë 10 herë më masive se këto që bëhen tani ore. Unë po them protestat që janë bërë në 2019 kanë qenë niveleve të paparë, nuk ka para i bulevard. Por, po them, nga ato protesta nuk ka frika i, zotri. Ai ka frikë vetëm nga reagimi qytetarëve. Kaq. Për mendimin tim, ai ka frikë vetëm nga Spaku i mbështetur me këtë mbështetje që ka aktualisht nga amerikanët. Ju si dini si kanë vajtur gjërat. Ai e ka identifikuar veten me Belinda Ballukun. As kjo s'e mban pengas ai. Ai thot, unë jam Belinda Balluku, Belinda Balluku po thot, unë jam Edi Rama. Kështu që kemi arritur në këtë pikën që s'kam avokat, si që thoshte dhe mbrojtje, sepse ai bordi, jo bordi paqes së Trumpit, po bordi këtu në Shqipëri, ku janë pjesëtar, krimi organizuar, kapot e korupcionit, të oligarkisë dhe të opozitës, me vetë zotin Berisha brenda, që ndajnë punët e Shqipërisë, ai bordi ka dalë mbi ujë, është identifikuar dhe këta kanë punë vetëm me Spakun. Zoti Berisha ngelit e dyert e Spakut dhe thot, më kanë hapur dhe një gjë tjetër për hetimin pasuror, është politike, Lulzim Basha i dha Escobarit listën e biznesmenve, ky tjetri tani gëzon bën me gërma kapitale, ndërton kapitole si ato të perandorisë romake, me gërmat e veta që Trump i dërgoi një letër formale, dhe kjo është situata të presit çfarë do ndodhte. Vija e kuqe e Edi Ramës është çfarë qëndrimi do mbaj. Aty do ta shikojmë sa ka lobuar, sa i fortë është në lobi me amerikanët, në momentin që do t'i dalë kundra kur është një dosje sa kjo dhoma Babaramo, dhe s'ka filluar akoma për Ballukun, dhe në qoftë ai do marr guximin, kur ka kaq shumë fakte, se është tjetër që kur janë çështje kështu. Kur ka aq shumë fakte dhe shkruar aq thellë, ai do t'i dalë kundër Spakut në kuptimin e një mase, që mund t'i arrestë shtëpi e tjerë, sepse i doli që në fillim, atëherë aty ai ka punë me ta shikojmë sa i fortë është me lobimet ndaj amerikanëve. Aty do ta shikojmë. Çfarë ndodh në qoftë se ngjarjet shkojnë sipas skenarit që parashtroi Kreshniku, që refuzohet kërkesa e Spakut për imunitetin e zonjës Ballukut? Ty fillon loja. Në të dyja rastet, si gjykata kushtetuese ta rrëzoi vendimin e qeverisë, kërkesën e qeverisë, që për mendimin tim ka për ta rrëzuar, sepse nuk është legjitim për mendimin tim, nuk ka ndërhyrje kompetencash, pezullimin nuk është kompetencë e kryeministrit. Nuk ekziston në asnjë pikë, as rregullore, as VKM, as ligj, që kryeministri ka kompetencë pezullimin e një ministri apo jo. Pra, kur ti nuk e ke një kompetencë, nuk kam se si ta ke marrun. Ti se ke, çat ka marrë.
S'është pezullim. Kam kompetencën e emërimit. As të emërimit e ka, po do të shkoj te parlamenti dhe tek presidenti. Emërim dhe shkarkim ka, jo pezullim. Po pezullim nuk ka. Dhe në momenti kur ti nuk e ke një kompetencë, çat ka marr. S'ka marr as edhe një gjë. Iku kjo dhe por edhe si kur të ndodhin e kundërta, sepse aty ka filluar një lobim i jashtëzakonshëm. Dhe u pa qëllim përpara 2-3 javësh, doli një lajm nga Spaku që kemi filluar një hetim edhe ndaj anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Sepse edhe në fund ditës dhe Spaku po bën lojën e vet. Për mënyrën se si rodhi një vot nga djalu bë vajza, nga vajzu bë djal. Ajo vota e Sanderbecit që në kolegjin me 3 gjyqtarë seancë paraprake ishte kundër Belinda Ballukut, pastaj në kolegjin e gjyqtarëve ishte pro Belinda Ballukut. Ishte pikërisht vota e tij që ndryshoi historinë, balancën në gjykatën kushtetuese që kaloi pastaj për gjykim. Pra kjo edhe fakti domethënë që një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese atë vendimin e kolegjit gjyqtarëve mund mos e ketë firmosur në gjykatën kushtetuese po diku tjetër. Pra edhe kjo ka qenë një histori. Por kjo më tepër për mendimin tim unë e lexoj se edhe një lloj lufte gati politike, sepse edhe Spaku në këtë mes është i detyruar që të bëjë një lloj politike pa çka se është organ akuze i drejtësisë. Por në të gjitha rastet Baba Ramo, unë mendoj domethënë që Edi Rama nuk e mbron dot Belinda Ballukun. Pavarësisht se edhe një herë po e them, Edi Rama bashkë me Niko Peleshin kanë kërkuar, kanë bërë avokatit të Belinda Ballukut. Në qoftë se avokati Belinda Ballukut në mbledhjen e parë të komisionit mandateve kërkoi 10 ditë kohë për shqyrtimin e dosjes, këta i dhanë 30 ditë kohë. Pra këta u bën më avokat se sa vetë avokati. Avokati i kërkonte 10 ditë, këta i thanë jo, mos duhet 10 ditë, do t'japi 20 ty neve, 30. Tash do. E kupton domethënë gjithë. Në të gjitha rastet, unë mendoj domethënë që politikisht Edi Rama nuk do ta mbajë dot Belinda Ballukut, se do jetë një peshë shumë e rëndë për të. Nga ana politike. Sepse, si thuash, është trashur aq shumë zullumi në atë mes, sa që jo do këputet, po do shkërmoqet fare. Në këtë aspekt, loja që ai bën në parlament, edhe sot, kur nuk shkon fare në parlament, po i thotë urdhëro ku e keni kryeministren, de facto, për zonjë Pallo. De facto. Dhe këta ngazëllehen, këta, e kam fjalën për opozitën, e cila në një mënyrë apo në një tjetër, unë nuk e di, ose është e paaft, ose është naive, ose në loj, ose në bord, ose në bord. Sepse nuk ka mundësi që ti të bësh lojën që kërkon pikërisht Edi Rama, dhe loja që kërkon pikërisht Edi Rama në rastin konkret është gjullurtia. Mos bëj unë asë dhe një lloj gjë, mos dëgjoj unë asë dhe një... Dhe mesazhi ishte edhe Belinda Tjela. Da, të tregoj, po, dhe ti tregoj njerëzve që e shikoni çfarë opozite keni. Pavarësisht se është opozite e vogël në numër, po dhe kaq e vogël sa është prapë refraktare, pra është e keqe në mendjen e vet. Pra këta ose janë dhe një herë, ose janë në një lojë të kaparosur me Ramën, ti do bësh të mirë, nuk do bëj të keqin dhe ana sjelltas, ose janë naiv, ose janë ignorant politik, sepse unë nuk arrit do ta kuptoj. Ti shkon në parlament dhe gjëja më kryesore dhe më e mirë që ti duhet bësh si opozitar është po ta çjerr maskën aty. Po i tregoj shqiptarëve se me çfarë njerëzish ke të bësh. Po ti nuk po i tregon shqiptarëve, ti po i tregon shqiptarëve sa vulgar je ti, duke shkuar në parlament. Ata njerëz nuk janë votuar për të shkuar për të bërë shermë. Për shermë le dalin në rrugë. Ora pse shkojnë këta të bëjnë atë protestën, siç e bën herën e kaluar, tani dhe në datë 24, dhe 50 deputetë që janë në Baba Ramo të mos lëvizin nga sheshi. Pse ma kërkon Sali Berisha... Po tani 82 vjeçaj, ti në -7 gradë kërkon të rria aty ai. Mirë, e hoqa, ti bëj 49, ta heq dhe Tritani ti bëj 48. Po. Okej? Ka do të jetë të heq në një. I që moshën e tretë. Po i heq moshën e tretë tani. Tani, ma kërkon mua që të vetë sakrifikohem në shesh, po jo këta të cilët me pakta janë rrogtar, me rrogë shumë mirë, me pakta. Me shumëta janë biznesmen me Edi Ramën pushtet. Pse ma kërkon mua? Datë 24 shko aty dhe mos e bëj proteste në orën 6 të darkë se nuk të vinë dhe asë njerëzit capet ftotit sa se kanë dhe Big Brother në darkë edhe së të vinë në hiqë, se ne jemi dhe popull Big Brother. Ka rëndësit më sasia. Oke, ke shumë drejt aty, edhe kjo ka i dhe shumë drejt. Pra, bëje si që bën këta në 21 janare bërë në orën 11. Në orën 11 e bëri Edi Rama. Dhe gjithë Tirana u paralizua. Ç'se bën ti? Ç'është ky revolucion i heshtur? Ne fitoj me votë. Po ti ke 10 vjet që do t'i mbushësh me një njerëz që nuk fitohet me votë me Edi Ramën. Atëherë si fitohet o zotri? Se je duke u tallu me njerëzit. Ka që thjesht. Vetëm diçka se beteja e opozitës parlament mund duket legjitime, pastaj mënyrat se si
opozita qaset për të kundërshtuar Edi Ramën në format e protestës, unë jam dakord. Pra ka të drejtë, por nuk di si ta kërkoj të drejtën. Debati, kërkesa e parë e opozitës parlament është kërkesë për debat normal. Parlamenti e ka humbur këtë funksion. Pra jo vetëm në këtë rast, jo vetëm në rastin e zonës Ballukut, çështjes mandatit, po dhe në raste tjera, në miratimin e buxhetit, në miratimin e ligjeve të rëndësishme, majoranca ka krijuar një taktik që i përjashton krejtësisht diskutimet, ndalon në momentin e parë që ngrihet prag zëri që aty në parlament duhet ishte normale debati, diskutimi, kundërshtimet, dhe kalon direkt në votim siç e shikoni dhe në pamjet që keni paraqitur, ku dhe zonja Balluku voton. Pra, në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre i hiqet çdo e drejtë, çdo debat parlamentar, çdo lloj retorike politike që mund të organizohet në kuvend. Pastaj problemet e opozitës qëndrojnë, janë pafund. Pra mënyra se si qaset qytetarit është problematike. Tha një gjë shumë të rëndësishme para 2 ditësh Rama dhe sot Taulanti aty, Taulant Balla na foltoria. Shikoni, tha, doni apo nuk doni, për procese që ne kemi nisur, zgjedhore dhe territoriale, pas doni t'i bëni, i bëjmë vetne. Po s'keta shumë majoranca. Nuk është jo, dha ultimatum, keni afat deri javës tjetër. Po doni apo nuk doni, tha. Me ju apo pa ju, ne shkojmë i bëjmë ato. Si nuk fletesh, flasin pra, numrat. Tani, e kuptoni, prita 20 sekond tani, o bur tani, ti tani... Parlamenti s'është vetëm numra. Flasin numrat ta gjithë ditën numrash. Nuk është çështje numrash. Po kur ti nuk i ke, ti do mundohesh të bësh me ato që ke. Jo, po nuk mund të uli kokën opozita, sepse Taulant Balla e kërcënon me 83 votat e parlamentit. Tani nëse ti... Oredi, një sekond. Po aq sa ka. Oredi, një sekond. Nuk ka 86, ka 84, eksaktësisht. Më ngjej sekond. Nëse ti mendon. Ka 83 vetët, ka 83 tjetër më burr. 86. Çet ka gjetë më vash. Është agresiv, është agresiv. Nëse ti mendon si puna e atij kolegu të Sefës deri në 2022 dhe të Polit, që neve nuk na duhet territoriale 2014 dhe jemi këtu ku jemi dhe do bëjmë të njëjtin Jo, gabim. unë them që na duhet. Pa atë do të shkosh. Nëse të duhet, duhet të shkosh. Në rast të kundërt ti nuk e kërkon majoranca është problematike. Oredi, unë jam i madh dhe atje e i vogël. Tani do vish ti tek unë apo do vi unë te ty? Ore, shkon Mali te Muhameti apo Muhameti te Mali? Po se na çuditë tani. Dhe edhe produkti është i rëndësishëm, se mund shkojë opozita, ata mund mos paraqesin asnjë lloj produkti. Po ti shko mos se ti s'ke shkuar ti në të gjitha rastet ku ke shkuar. Në të gjitha rastet ku ke shkuar, ti thjesht ke bërë pazar. Ti shkove dhe bëre kodi zgjedhor. Bëre kodi zgjedhor, nuk e do një kodi zgjedhor nga Stefa, se Stefa tha, nuk ta jap primin. I tha Stefa. Dhe vajti jo erdhi ja dha primin o erdhi. Ja dha Riki. Dhe ky rrita. O Leonard. Urdhë. Mos i nxit të shkojnë se janë më mirë kur shkojnë se del. Kur vajtën u bë dhe më keq, e ke parasysh ajo. Mos i nxit ti mendon që do më dëgjojnë tani. Jo, problemi këtu është lajmi i fundit. Besoj ato po shikoje. Miku i ngushtë i kryeministrit që i ka ngelur në Europë, domethënë si më koincident Macron, sapo e ka refuzuar ftesën për bordin e famshëm. Çështja është që po s'do t'japi $1 miliard ajo, burr, këtë ka problem. Kurse ne nga që i kemi $1 miliard, ne do t'i japim ato. Ato $1 miliard nuk e kemi problem, prandaj kjo është çështje parash kjo histori. Ato $1 miliard bën mirë të futet këtu, të mobilizoj biznesmen këtu, sepse aty do jetë një investim shumë i madh dhe punësh. Ti mendon që do t'japim biznesmen, nuk do t'japim ti dhe unë? Nuk janë se i merr Trumpi i fut në xhep. Jo, ideja është këtu që ai do bëj $1 miliard me lekët e tua të mia ato Poli, nuk do i bëj $1 miliard me paratë që do i marrin te shtëpia e Jan Surrel, mos e ngatroj që. Prandaj po them. Kjo puna Babaramo, kjo puna këtu ka arritur në një pikë, domethënë që gjërat tashmë janë të qarta. Sali Berisha po përpiqet sot, për shembull, ka disa kohë po përpiqet që të thotë që Edi Rama kërkon të kap të po sulmon drejtësinë. Domethënë hodhi poshtë. Po në fakt e sulmon apo jo? Edi Rama. Po. Edi Rama tani po e sulmon dhe verbalisht, se kështu ka qenë armiku më i madh. E kupton, derisa e kuptoi, po e sulmon verbalisht, domethënë ka dalë hapur, pasi e kuptoi, domethënë që përfundimisht Spaku nuk është në duart e shqiptarëve. Se sa të ishte në duart e shqiptarëve, do ishte gjithmonë
mund të gjente një rrugdalje. Dhe tani e ka kuptuar përfundimisht se në duar të kujt është. Çfarë ndodh në qoftë se nuk i hiqet imuniteti Belinda Ballukut? Ai mesazhi ka një ironi. Çfarë efektesh politike ka ky vendim? Ai mesazhi ka një ironi shumë të madhe aty për Edi Rama. Edi Rama, bile se tha dhe te podcasti, dëgjoj vetëm telefonin të jap, i tha si me ironi, ishte një prestigiator aty që i kishte ftuar një prestigiator. Po luni letra, ishte ditë e diel, ishte normal. Edhe kur erdhi puna për telefonin i tha, dhe nëse të kujtoj, tha, harrojeni tha që të merrni telefonin tim. Ky kurs i FBI-s këtu, se ka ardhur FBI-a këtu, se më përpara në kohën e Dumanit shkonin këta në Amerikë, 2 javë tani janë shtruar këtu ata, është pikërisht për telefonat. Është për telefonat. Dhe unë po të them që shumica që pas daljes në shesh të rastit Berberi, duke filluar nga kryeministri, shumica kanë zhdukur gjithë telefonat që kanë patur këto 12 vjet. Si me pëllumbat, me letra me pëllumbat e komunikojnë? Jo, ma e merë shkatron më burë. Qartë. Qelizat, e ke përësysh. Qelizat, merë një kartë të re, s'është problemi. Kështu që në këtë kuptim këtu Babaramo e vetmi debat, e vetmi analizë është kush do fitoj. Do fitoj ky fronti që nëzore të sistem të tretë, do më thënë SBA, BE, SPAK, GKKO, apo do fitoj fronti tashmë i bashkuar, pavarësisht se bëjnë sikur zihen aty në parlament, Rama, Berisha, edhe dhe gjithë bordi me krimin e organizuar, me biznesmenët që janë ndërlidhës, të presim të shikojmë, u them që testi fundit është çështja Balluku. Tani, një pyetje kam se jam shumë kurioz. Sot për çfarë bllokuan atë, pse u bë seanca 30 minuta sot? Kush është arsyeja? U bllokua sipas Partisë Demokratike sepse kanë kaq seanca që kërkojnë Po? të mblidhet komisioni. Po, s'u mblodh. U mblodh pasi u prish seanca, kur këta zbajtën një fjalë. S'u mblodh, nuk u mblodh. Një fjalë. Por unë një gjë nuk kuptoj, pse nuk del opozita, se më duket se kjo çështje me probleme i zëvendës kryeministit me Balluku merret shumë kështu në mënyrë sipërfaqësore. Merre me gjëra, jo vera, jo tuneli, jo kjo, ajo. Tani një pyetje kam unë. Qytetar shqiptar në prime time, në orën Vera dhe tuneli janë shumë të rëndësishme. Jo, një minutë. Jo. Miliona euro flasim aty. T'ja thot qytetarëve shqiptar aty te ajo, te foltorja e parlamentit, të dalin deputetët e opozitës, me radhë të gjithë nga i pari i fundit edhe të thonë ku janë shkel procedurat, si janë shkel procedurat për zëvendës kryeministrin, kush janë firmat që janë favorizuar, se janë favorizuar, një minutë. Ka dalë nga SPAK-u. Shumica. O të nxjerrin opozita. Të dalin aty o zotëri. Të dalin aty. Të shpjegojnë. Se zëvendës kryeministra nuk duhet jetë në atë post aty. Opozita këtë punë bën, mo lexon çfarë bën SPAK-u, po i lexon me selektiv. Me selektiv. Ti nxjerr gjitha kompanitë. Tani. Kompanitë që i nxorën vetëm 2 media. Kompanitë që u kontrolluan. Sa kompani u kontrolluan për çështjen Balluku para një jave? Leti Marti lexoj. Opozita. Tani, prandaj të dali aty dhe të bëj politikë. Prapë do t'i japi media, palek prapë para do t'i nxjerrin media. Ka gjëzije më. Shko. Që një minutë. Një minutë. Tani, qoftë ju pretendoni që nuk i nxjerrin mediat, unë nuk e besoj. Diskutimi mendoj është ky. Nuk e besoj. Berisha di dhe opozita. Si mbante shkopin në dorë Suel Çela në Bodrum. Opozita ka, përveç se ka median e vetë njëherë, e para punës, e dyta punës, ka portale pa fund, ka media pa fund, edhe po të bësh një analizë. Nuk ka një të vërtet që ngelet pa u thënë. Ja. S'ka ndonjë të vërtet që ngelet pa u thënë. Asnjë, madje amplifikohet. Vetëm ta thuash. Madje shtrembërohet. Po, kur vjen ora, tani unë po të them, opozita do dilte aty sot me qetësinë maksimale, dhe thoshe zonjë ti me që kishte atje. Ti zonjë nuk nderon Republikën e Shqipërisë që je këtu sot. Që je këtu, më shikon mua nga lartë. Për 1, për 2, për 3. Ti zonjë, pse duhet t'jesh këtu në parlament, nuk nderon veten tënde një herë. Se ti sot je marrë e pandehur. E prishën, se patën shansin. Tani, këta tani vjen, pse s'ma dhe mu ti, para 3 javësh, atë që kërkova unë. Kanë hëngë vitin e ri, ka kalu vitin e ri, ka marru gjitha, a i thotë, pse s'ma dhe mu atërë. Pritë se do presim 14 shkurtin. Kur vi ora. Kur vi ora. Tani, unë po të them, sot opozita ka mund një rast të ardhë. Mund të vazhdoj. Se ishte dhe ajo atje. Se ishte dhe ajo, se ajo kishe vajtur. Karshilik. Ajo ju bëj Karshilik. Karshilik, edhe këta tani, këta duhet të denigronin publikisht në sytë të qytetarëve shqiptar, mazhorancën. Sot të ti zotëri, mba në kryet e detyrës, drejton, nxjerr VKM, një njeri që është marrë i pandehur nga SPAK. Po kur e ke mizën në kësul vetë,
Këmiz ka ma? Ku ka mize? Nuk e thua dot. Për çfarë? Ka të pandehurat e kush e di që ai jep fiksimi? Kokën e madhe të pandehur dhe opozita. Sikur t'ja jep të fiksimi asaj të nervozoj Belinda atje. T'ja kujton dhe studia të nderet. T'ju thoshte ndonjë... E t'i kujton dhe nderet. Pa bërë si Edi Rama që i tha Sali Berishës kur me zi, kështu ka qenë situata fiks, me Gonigal, nuk pranonte, nuk vinte Rama, dhe më në fund vajti Rama. Vajti Rama dhe filloi Berisha mbajti fjalimin e famshëm me Gonigal, ke bërë kështu, ke bërë ashtu, ke kështu. Ai doli pastaj dhe i tha, gjë tha zoti Berisha. Në këtë moment që po flasim ne, tha. Personi Zaj, tha. E kishte fjalën për Zenin. Është bashkë me personin Bëmë duke se që ishte një. Jarova inicialet e kishte për Lumneshin. Me personin me inicialet, janë nisur tha, nga ujrat, nga kanalet e zezat të ashu, janë nisur drejt zyrës të Lalieri. Do me thënë dhe aty u fik Berisha dhe nuk ishte më me Gonigal në parlament, i ku mbaroj seancë. Sikur Belinda sot që pse ju vajti Belinda sot atje? Unë kam idenë që ju vajti dhe i pa në sy. I pa në sy dhe këta prishën seancën. Ka që thjesht është sepse akuza brenda vetë opozitës, vetë Berisha ka thënë. Apo jo, nga zyra e Ballukut, Ballukun kanë ardhur njerëz, na ka sjell njerëz tek protestë kundër Jon Vilis, e ka thënë vetë në emisionet. Tani, unë gjithë diskutimin e kam në këtë pikë. Këta zotrinjt, pse nuk shfrytëzojnë rastet e harta që kanë? Është rast i ardhur. Ti dalësh moralisht superior mbi ka një çështje më të rëndësishme, zoti Babarama. Ajo që ju pyetët. Mazhoranca po merri kosto shumë të madhe politike me mbrojtjen që i bën zonës Balluk. Dhe kjo do ketë pasoja afat gjatë, afat shkurtra për këtë mazhorancë. Pasoja elektorale? Vetëm elektorale nuk kanë ata fatkeqësisht. Mendoj që do ketë pasoja dhe elektorale dhe pasoja tjera dhe një reagim mendoj unë qytetar, pavarësisht sa mund ta besojnë kolegët. Faktet e korrupsionit zonës Balluku janë të rënda. Kush ka lexuar ato pjesë dosjes cilat kanë dalë, që janë publikuar, ose pjesë të masave të sigurimit, ose pjesë të marrjes panderë zonës Balluku, janë episode të rënda. Dhe korrupsioni është i madh, është korrupsioni i cili po fliste e deleguar me punë ambasadës SBA-s. Pra korrupsioni i cili nuk lidhet vetëm me faktin që janë vjedhur parat shqiptarëve, por lidhet me faktet që parat pista të narkotrafikut, të prodhuara jashtë, të gjeneruara jashtë, janë hedhur në Shqipëri dhe nëpërmjet këtij rrjeti pastaj, duke i pastruar ato para, është ndikuar, ka shkuar kjo para me ndikim palishëm te politikanë, kryesisht cilët janë politikanë mazhorancës, që më pas i kanë dhënë facilitetet dhe mjetet tjera që këta njerëz të shfrytëzojnë këtë kapital apo të ndikojnë Shqipëri apo të bëjnë biznes në Shqipëri. Dhe gjithë kjo çështje është problematike dhe mendoj që situata në vazhdim do jetë e rënduar për mazhorancën dhe do ketë kosto të madhe politike. A do ketë mundësi opozita pastaj ta përkthejë këtë? Kjo besoj që është çështje e opozitës dhe duhet dalin ata ta mbrojnë. Leonard, dhe pastaj Krishnikun fund. Tani, unë me thënë drejten, nuk shikoj as edhe një dritë fund tunelit kur flitet për këtë lloj opozite. Është mënyra, qasja ose leksiku, diskursi i tyre politik, që nuk të bën më as të frymësh, as të diskutosh më për një opozitë të tjerë. Këta kanë gjetur... Dhe donë jemi dakord me Ramën, Ballukun dhe... Po, kjo është fatkeqësia e këtij vendi. Sepse tani këta gjetën armikun. Armikun e kanë gjetur të Ervin Saliani. Ky Saliani është ky person i cili është i lidhur me bajrat e Shkodrës që i bëjnë, është i lidhur ati me Pierin Dreun, ati në Lezhë, me Suel Çelën në Elbasan, gjithandej, domethënë ky personi që para 2 muajsh ishte i dënuar politik, hero, më thash, tani e bën armik. Dhe në ndërkohë, ata të cilët deri dje i thoshin babi Xenit, apo që i çonin shkresa në SPAK, për kuvendin e 11 dhjetorit, apo për shumë gjëra të tjera, sot i ka aty
kryetar grupi parlamentar, pavarësisht se ka humbur 12-4 ati në atë zonën e tij elektorale. Pra, kush humbet më shumë, gradohet më lart. Qartë. Kjo është apologjia e kësaj opozite. Kreshnik, çfarë pasojash politike, po edhe juridike ka në qoftë se ndodh ai skenar që ti the në fillim të pjesës së dytë, pra që refuzohet kërkesa për të dhënë imunitetin e zonjës Ballukut. Shiko, pasojat në politikë lidhen vetëm me ditën e zgjedhjeve në kutinë e votimit. Dhe nëse në Shqipëri nuk do ketë një anomali që do të thotë zgjedhjet parakohshme, pra nëse zgjedhjet do zhvillohen rregullisht dhe të paktën 30 vitet e fundit nuk kemi pas zgjedhjet parakohshme. Që nga viti 1997 jemi 2026, fiks 29 vjet s'ka zgjedhjet parakohshme. Nëse nuk do ketë zgjedhjet parakohshme, i bie që mbas 3 vite e gjysmë të jetë harruar jo vetëm vendimi për imunitetin e Ballukut, po të jenë harruar edhe një 100 imunitetet tjera. Dhe mendoj që kosto politike në ditën e votimit në raport me vendimin që do të merret nuk do të ketë. A do ketë kosto diplomatike? Kjo mbetet për të parë. Që do të thotë, a do të ketë një reagim të atyre ambasadave që mbështesin SPAK-un? Deri më sot nuk kemi asnjë rast, të paktën për sa i përket arrestimeve të 2 viteve të fundit, që të kemi një pozicionim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo BE-s në raport me një çështje konkrete. Edhe për sa i përket çështjes Balluku, unë mendoj që deri më sot, në këtë moment që ne jemi në këtë debat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk janë prononcuar. Dhe unë e ka me shumë dyshim që do të ketë një kosto politike nëse mazhoranca do të refuzojë SPAK-un për autorizimin për arrest. Qartë. Koment fundit studio? Unë ja kam një koment. Këtë variantin e Kreshnikut unë uroj me gjithë shpirt që të realizohet ky, që të shkohet përplasja deri në fund. Domethënë sepse nuk është shumë e thjeshtë. Kjo nuk mund të kaloj kaq kollaj, domethënë pas 3 vjetësh, jo po kosto politike, ne dim si luhet loja këtu. Gjithë çështja është që këtu, bashkë në qoftë se Edi Rama merr një vendim, se është vendim politik, grupi parlamentar, shumica në parlament, partia, merr një vendim, ku vendi nuk është gjykat. Përballë një dosje që do dalë, sepse do shkojë atje në parlament edhe edhe do dalë patjetër, po do detyrohen do dalë se do verë në gjykat dhe merr një vendim politik për të mbrojtur korrupsionin e numri 2 dhe të qeverisë të tij përballë një institucioni tjerë, kjo është e pashmangshme një luftë finale. Ndoshta për ata që nuk kanë njohuritë e plota juridike. Në qoftë se nuk e japin mandatin e zonjës Balluku, gjithsesi çështja shkon për gjykim. Çështja vazhdon, hetohet dhe shkon dhe depozitohet në gjykat. Pastaj vendim formës prerë, nëse dënohet e heq KQZ. Ja heq KQZ, ligji i dekriminalizimit. Qartë. Domethënë pak fjalë 2030, kur ne kemi marrë gjitha hallet, sepse ky është, po më edhe thotë, ky është gjykimi drejt i pa gjykim të shkurtuar, gjykim i zakonshëm, 2030 po dhe në apeli don diçka. Edhe një fjalë se GKK-ja ka gjykuar më shpejt, pak në shkallë parë është ka risk të zgjati disa vite. 2030 shqiptar sa të merruar janë të gjykohen dhe çfarë bëjnë me kërkesa procedurale për të mbajtur zvarr gjykimin. Të gjithë nga i pari i fundit. Kush është në dyert e SPAK-ut edhe të GKK-s sot, merren me kërkesa procedurale nga i pari i fundit, vetëm me mbajtur zvarr. Fitoi kohë. Po kjo gjë është më normale më zotri. Sepse je avokat. Ti nuk të shqetëson fakti që asaj ju gjetën 500.000 euro të tubi. Jo, po indriti po flet për drejtësi. Që është kjo histori mo? Po ju dhe fajnë avokatë. Preke si avokatë. Po se ka të avokatë. Unë po vlerësoj kolegët e mirë se bravo i qoftë se është aftësi profesionale. Po të them gjë tjetër. Një politikan që pretendon që s'ka bërë asgjë, pret 1 orë më parë dali para trupit gjykues dhe thotë unë jam i pafajshëm. Jemi nuk është ajo. 1 orë më parë. Edhe nuk i thotë gjykatës ma shty 2 javë, po i thotë ma shty këtu nesër. Vazhdojmë prap nesër derisa ta mbyllim, sepse unë kam dinjitetin tim, jam i pafajshëm edhe duhet ta vërtetoj pafajësinë time për qytetarët. Ky ishte emisioni për sot.
Ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi të hënën tjetër.